Në kuadër të manifestimit Tetovan Fest, në sheshin Iliria në Tetov, u mbajt gara sportive Tetova Throwdown CrossFit, apo peshngritje në kategorinë e meshkujve dhe femrave, ku morën pjesë 60 elitar garues nga Shqipëria, Kosova e Maqedonia e Veriut. Pra ishte një rast i mirë që publiku tetovar të njihet me këtë lloj sporti, që këtu te ne është shumë pak i njohur, ku atletë dhe entuziast të sportit sfiduan kufitë e forcës dhe përkushtimit. Për herë të parë në Tetov bëjmë këtë garë CrossFit. Kemi garues elitar nga Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia dhe Zvicra. Kemi bërë këtë event për të treguar shqiptarëve të Tetovës konkretisht çka do të thotë CrossFiti, se ja kemi përcjell në anë të Instagramit, por tash e kemi pru një realizim të këtij projekti për të parë nga afër se çfarë do të thotë CrossFiti. Për më të mirët në kategorinë e meshkujve dhe femrave, organizatori Komuna e Tetovës ndau kupa, medalje dhe mirënjohje.